Po vazhdoj aty ku e lam në pjesën e tretë, megjithëse që në fillim ju pa ta thonë se do të jetë 3 ose 4 pjesë, po për shkak të materialit do të bëhet 5. Në të tretën nisa me i shpjegue pikat e përbashkëta të sufizmit dhe të shiizmit, për të nxjerrë më pastaj përfundimi se tasawufi a ka të bëjë me shiizmin, a janë një, apo janë 2 rrugë paralele, apo janë të kundërta mes vete. Tash, pika e tretë, të cilën isha duke e shpjeguar, ke çështja e velajetit që manifestohet nëpërmes veshjes së hërkës. Hërka është e rëndësishme në shiizëm, sidomos në sufizëm, dhe për të qenurit një uniform, ajo edhe simbolizon përcjelljen e fuqisë spirituale tek muridi nga murshidi, njëjtë sikur nga pejgamberi te Fatimja dhe Alio, e më pastaj prej tyre te Hasani dhe Huseini, 2 djemtë e Hazreti Fatimës dhe Hazreti Alijes, e nga ata 2 pastaj edhe tek imamët e tjerë. Një çështje tjetër, pra, e katërta, që është e përbashkët në mes të sufistëve dhe shiitëve, është përdorimi i tevilit apo hermeneutikës në komentimin e ajeteve kuranore, e sidomos tek shiitët. Prania e velajetit, e vilajes, e udhëhecit shpirtnor, e qëtij spiritualitetit, e gnosës, është aq e fuqishme sa shumë herë shiitët, por edhe sufistët, shkojnë duke i komentuar ajetet kuranore deri në përmasa sa thu, nuk ka ky tefsir, po është diçka fantazm, diçka e pabesueshme. Sido që tjetë, tevili apo interpretimi alegorik është i përbashkët tek të dyjat. Pra, interpretimi i tillë jo dohet edhe shiitëve edhe sufistëve për t'i arsyetuar teoritë dhe qëndrimet e tyre. Sunnitët në tefsire, si të Kur'anit, si të hadithit, mbështeten fort në rivajete. Edhe identifikimi i haditheve të vërteta dhe jo të vërteta, ato janë kategori 10-15, identifikimi i tyre bëhet 90% nëpërmes të rivajeteve. Kush e transmeton atë hadith? Pra, çka është që kjo velaje, që është bazamenti i sufizmit dhe i shiizmit? Çfarë dënë të thotë? Velaje, gjosisht dënë të thotë, me i afrue 2 sene, aq afër, sa në mes tyre të mos ketë as 1 milimetër të them zbrastir, hapësirë. Sikur me ungjit. Njëjtë në për poezit e tyre mbi dashurien, a dashuria tek shiitët dhe sufistët është ze hapësirë shumë të madhe në për divanet dhe poezit e ty, mbase edhe në dhikret. Dashurin të shiitët dhe sufistët e kanë parim mbi të cilën i ndërtojnë edhe teorit e tyre të ndryshme në raport me Allahu, në raport me pejgamberin, në raport me imamët, në raport me shehet, shehlerët dhe të ngjashëm. Tash, gjosisht që kjo, por në sufizëm dhe shiizëm, çka do të thot velaje? Do të thot afërsi e drejt për drejt e Zotit me valiun. Ngjitje e drejt për drejt e Zotit me valiun, në saje të së cilës realizohet frymëzimi apo zbulesa, gnosa. Shiqani ku shkohet në çfarë përmasa. Pra, që aty ku është Zoti, që aty është gnosa e valijut, e që të shiitët tham është imami, të sufistët është shehi apo murshidi. Velajeti është një vërtetësi e përjetshme të këtë dytë. Çdo profet nga Ademi a.s. e deri te Muhamedi a.s. ka qenë një vali para se të bëhej profet. Pra, ka qenë një njeri i dashur tek Zoti. Kjo teori përmendet edhe tek sunnetet,
të tefsiri i Elem nashrah laka sadrak, edhe është ajo surja tjetër të rasti i Musës, Ikhla na alejke inneke bil wadi al-muqaddas tuwa. E para thot, ta kemi pastrua tyje gjoksin, zemrën, në të cilën nuk ka asnjë dherre të lig, të keqe. Vetëm si e tillë kur është zemra, pra Allahu në atë person e bje vahjin, nubuvetin e risalen, apo të kshetet dhe sofistet, vetëm një zemër e tillë, që e pas këshin imamët dhe shehleret, Allahu mund të zbret atë wilaje el Fatimije, ose nur Muhammedi, dritën e Muhammedit, dritën e pejgamberit. Ajeti i tjetër, Elem nashrah laka sadrak, ta kemi pasrua gjoksin tanë, ndërsa Ikhla na alejke inneke bil wadi al-muqaddas tuwa, da the nallët, na nallëta, si i thoni, jo, ato papuqet e drunit në përgjamia që i kemi pasën, dathe nallët sepse ti je në një ambient të shenjtë, në një lugin të shenjtë. Në mënyrë hermeneutike, apo me interpretim alegorik, me tevil, do të thot, si pas këtyre, po i thot Zoti imamit, Fatimës, Aliut, dhe po i thot shehlerve, jo, i kini hek nallët e këqia të kësaj dynjaje. Pislëqe, gabime, mundësi për me bo gjënahet të kjo nuk ka. Jo jeni, mashallah, si kur bora e bardhë, si do që tjetë, që kjo velaje, pra është diçka tepër e rëndësishme. Me gjithë që, po thët, gjdo profet, prej Ademit, tejtë Muhammed a.s. është vali, velajeti pas Muhammedit a.s. duhet të vazhdoj, sepse nëse është mbyll cikli i profetësis, nuk mund të mbyllet cikli i velajetit, për shkak se bota mbetet pa njerëz të shenjtë, pa njerëz të cilët do t'i udhëzonin të tjerët ka rruga e drejtë. Maulana Jalaluddin Rumi, autori i Methnevis, për shkak quhet Methnevi, se dia e dini. Methnevi do thot dyshe në dy pjesa. Dyshe, dy pjesë. Methnevia, të cilën e kam në librari këto, e të cilën e kam lezuar, vallahi ma shumë se njëherë, nëse jo prej A deri në Zh, por pjesën më të madhe saj e kam lezuar disa herë. Është diçka e madhërishme, i ka 55.000 dyshe që si dy vargjëshe, ku në një pjesë të saj, në raport me këta që po e spjegoj, Mevlana Jalaluddin Rumi thot, me gjithë që tranda filishtja e profetësis ka mbetur djerë, s'ka më profet, aroma e saj ndjehet në përmes parfumit të vilajetit. Lexone Mesnevijen, është diçka tepër interesante dhe tepër frymëzuese. A thashte Gazaliu, pak përpara, e që mënona me i nejt besnik metodës së tij. Për me e kuptue një shkencë, një pikpamje, ti do është pejmranit, do është me qenë aj i tyne aty, mu thellue, me fol shkencërisht, mu thellu qaq, sa ti me ndje se ajo para te është ma me kshuf, është e hapën, që atëherë ki drejti me e shpjegue, apo me e kundërshtue, me e refuzu. Jo veç pse ta ka në aty kënej. Leximi i poezis, meq, i do predispozita, jo se cili njeri është i përgaditën nga natyra e tij, nga Zoti, që ta kupton atë melosin, thellësinë e poezisë. Andaj jo të gjithë njerëzit flasin për poezinë me fjalë të mira, sepse nuk e kuptojnë gjuhën e saj. Janë të prirur të kuptojnë, ndoshta matematik, të jenë gjeni, në shkenca tjera të tjetë një mjek super specialist. Me poezi, kur qysh si ka punave, çka ka aty? Jo, ajo është gjuhë në vete. Dhe një gjopë ju të regoj që to lidhje me Methnevijen e Fususul Hikeme Ibn Arabia. Inshallah nuk gaboj dhe inshallah nuk më zijet për të madhe. Une këtë naimin e Samion e, sidomos naimin, veprat e ti, poezit e ti,
Baktia Bujqësia, Skënderbeoja, Abbas Alia, se janë krejt, ajo përmbledhja e trashë e tina. Po edhe poetë të tjerë të rilindjes, unë kam pa dishka vlen mu studiue. Kam pa kopje të Methnevijes në për poezit e poetëve të periudhës romantizmit letrar, jo të realizmit, poezit e romantizmit. Përshka romantizmi ka qenë koha kur Shqipëria po balafaqoj me probleme sociale me fukarallak. Të ishte prezente një frym e poezis që t'ja vjeshon të shqiptarve vendin e tyre skajshmërisht kërkon heq. Une kam pa të romantikët, të poetët e romantizmit, shumë sene të cilat janë po të njëjtat në Methnevi, po të njëjtat janë poet persian. Për shka? Persishtja ka qenë gjuha e civilizimit Osman. Civilizimi Osman është shpreh nëpërmes persishtës. Njerëzit e elitave, nalta, intelektuale, pasonit, janë konsideru jo sa dohet nëse nuk e kanë ditë persishtjen. Nëpërmes persishtës është manifestue qytetërimi Osman. Dhe në këtë kohë poezia, dhe jo veç të ky qytetërim, poezia ka qenë e njohur ndër muslimanët, si një mjet komunikus për ta shpreh realitetin ose atë që e ka ndje ose që ka desh me thonën. Ndërsa turqishtja dhe gjuhë të tjera kanë qenë gjuhë të kulturave të cilët e kanë përbë civilizimin Osman. Nga kjo mund të ketë ndodhë që poetët tanë përtej të qenurit të frymzuar skajshmërisht me gjuhën perse dhe me poezit që në gjuhë janë shkruar, me poezit perse të jenë frymzuar e mos të them të kenë marrë kapak pa vetë heq dhe pastaj qitë në emën të tyre. Por gjithsesi, fryma perse tek Naimi dhe tek romantikët e tjerë është shumë evidente. Naimi për shembull, që thuhet se ka qenë Bektashi, flet për Abbas Aliun, Angel që më je pranë Abbas Alia ku pas ditë përmendsh këto. Kjo është një farë poeme e gjatë, ose për Skënderbeun. Flet me terminologji, me brom, me frym të gjuhës së civilizimit Osman që ishte persishtja. Nejse, velajeti tek shetet, por edhe tek sufit, tek disa tarikate, është i fshehur dhe ndjehet në zemër. Valiu është, sipas tyre, hija e Zotit në tokë. Bile, edhe ajetin istawa alal arsh, Zoti është i shtrirë, i ulur, gjithfuqishëm sen, 100 tefsire bohen aty, 100 interpretime. Sufistët dhe shetet, sidomos se këta sufistët e marrin pe i shetet, istawa alal arsh ar-Rahman, Zoti është i shtrirë mbi arshin, e komentojnë se shtrirja e Zotit në ekzistencë realizohet nëpërmes ekzistencës së evlijave, nëpërmes ekzistencës së velajetit. Andaj ajo kur nuk mund të shkëputet. Kthimi i Mehdiut e ka këtë konotacion, se ekzistimi i Mehdil Muntadhirit manifeston, dokumenton ekzistimin e zinxhirit të pandërprer, të interferimit të fuqisë dhe dashurisë së Zotit në ekzistencë. Mos më konë që ky Mehdil Muntadhiri i shkput që kjo velajeti. A thua kujt kish mujt me shkue, me gjithë që disa nga shetet e pranojnë velajetin se nuk kam betën të Mehdil Muntadhiri dhe ajo prezencë këtë botën, për këtë arsye nuk ka vdek, por her depërton edhe tek imamët e tjerë shet, tek Homeini, Hamnei tash dhe të ngjashëm. Imamët çka janë të shiizmi, të sufizmi janë dervishët, janë shehlerët, njerëz të Allahut, pa të cilët nuk mund të depërtoj let dashuria e Allahut dhe udhëzimi i njerëzve në këtë botë ila jaumiddin deri në ditën e kiametit. Shkojmë tutje. Bindja ndaj veliut ose pirit. Pir i thuhet ati plakit, shejkhit, ati matmadhit, pleqnarit, matditurit tek sufistët.
Bindja ndaj valiut, ndaj valiullahut, ndaj shehit është e detyrueshme. Valiu që ka arrit afërsinë përfundimtare me Zotin, ai ka humb nga vetvetja dhe është shkrirë në Zotin. Dhe Zoti është i shkrirë te. Këto nuk e thojnë krejt tarikatet, krejt dervisht, krejt sufit, por këte e thojnë vetëm ajo pjesa, mos ta quaj ekstreme, sepse po flas nga perspektiva e shiizmit edhe e tasavufit, dhe fjalë ekstreme aty s'ka, ajo është teori evidente. Pra, nga perspektiva e tyne, Zoti shkrihet në njeriun dhe njeriu shkrihet në Zotin. Apo Zoti, me që është gjithkund, çdo gjë është Zot, dhe Zoti është çdo gjë, është ajo teoria të dy teorit, wahdati wujud dhe hululi, me tempsikoza e sendet e tjera. Veliu në këtë rast, me që Allahu është i dashur dhe promovon dashurinë, veliu në këtë rast është vetë dashuria. Sipas tyre, të gjitha shkencat e tjera evidente në botë, edhe shkencat fetare që miren me islamistikën, me klasikën islame, janë hamendje, përveç velajetit, dituria që vjen nëpërmes veliut velajetit që është e sigurt. Kjo, tash nga perspektiva ime, i përgjet që t'i farë konspiracionizmet. Mos harroni, konspiracionizmi është kanceri më i rrezikshëm i njerëzimit në kohët moderne. Nëpërmes konspiracionizmit, konspiracionistët, s'po flas për këta tonë, këtë marrin vesh as për ata. Herë thojnë, jam analist i konspiracionizmit, herë çmontues i tij, herë spjegues i tij, herë konspiracionist varësisht. Jo, konspiracionizmi është përpjekja makabër e një pjesë të njerëzve për ta çmontuar realitetin shkencor dhe fetar. Pra, hjek çdo gjë nga përpara për me meti aty, për me mbjell vete. Konspiracionizmi paraqitet sidomos në dy shoqëri. Aty ku feja e ka humb peshën më dhe njerëzit kanë nevojë për një frymëzim, për një shpjegim përtej material, konspiracionistët perfid e shfrytëzojnë këtë hapësinë dhe futen në për teritoret të fesë, edhe islamit, të teritorit të feve, dhe jam ngopin ato zbrastina që i kanë njerëzit si munges e fejes në jetën e tyre. Dhe e dyta, konspiracionizmi paraqitet në përkohë dhe shoqëri kur njerëzit fillojnë të humbin besimin në elita politike, në elita shkencore, kur intelektualet nuk donë të ballafaqohen me dinamikat e jetës, me problemet e jetës, në shoqëri ku intelektualet nuk e rrehin rahlen e imamit aty, dhe ata me qenë avangardist të rregullimit të problemeve aty. Në këto dy vende, pra në këto dy kohë dhe hapësira, ku nuk është maca aty, minjet apo konspiracionistët e kryejnë detyrën e tyre për t'i mashtruar dhe për t'i dezorientuar njerëzit, për t'a çmontuar, nënvlerësuar, refuzuar rolin e ulemave, rolin e feve, për t'i keq interpretuar ajetet dhe hadithet, dhe për t'a qit me njanë rolin e shkencëtarëve në shkenca të ndryshme, qoftë edhe tek vaksina, nuk bën kjo, me miliona doktor në përbot, kanë dhënë kontributet e tyre dhe del njoni thët, as një nuk din, veç unë e di se vaksina apo kjo tjetra nuk bojnë e nuk veç shka të thëmune. I përngjet pra, nuk është e njëjta, mos keq kuptohem, por nga jashtë, nga një perspektivë kritike e çështjes së velajetit, është se velajeti po thët, valiu po thët, veç ai shka dhe është e vërtet, veç ai shka thot, ndërsa të tjerët janë hamendësime. Edhe diçka, miq të dashur, e përmenda jo në të tretën, po në të dytën. Më falni që po bëj me gjesht. Thash, unë po e shpjegoj sufizmin e tani edhe shiizmin nga burimet sufiste dhe shiite. Unë nuk po e marr për bazë një dervish të Gilanit, apo një sheh të Gilanit, apo të
Prishtinës dhe çka shohmi këto me spjegu në përmes tyne tek e fundit, shehlerët tek ne, tarikatët tek ne janë shtresa më e varfër në ofrimin e botimeve dhe shkrimeve dhe konferencave dhe shpjegimit të tarikateve. Kanë mangësi të madhe, kanë nevojë ata të shkollojnë kuadro. Gishtat e një dore mund të gjinden ndër shqiptarët sa jemi 10 milion. 5 a dalin njerëz të cilët din me shpjegu edhe me laps se shka është tesavufi, shka është velaje, shka është hërka, shka është irfani, shka është secilit tarikat dhe secili shejh e spjegon si pas qefeve të veta, qysh e ka thonën ai baba sheh për para. Duke i respektuar, unë ju bëj thirrje tarikateve tek ne, që të krijojnë kuadrë të veta. Njëjtë kështu ju kam thonë edhe shqiptarve, tanë në diasporë. Xhamijat nuk guxojnë me mbet atje miliona euro të derdhen vetëm sa për me fal namazin e xhumas ose namazin e drekës. Mundesh me bo vlla me një shator, 50.000 euro. Mos ishte 5 milion aty vetë sa me shku me ranë sejde. Shndroni xhamijat në akademi njerëzore fillimisht, fetare, kombëtare, etnike, kulturore, sportive, le t'jenë vend ku frymon bashkësia midis njerëzve, ku edhe jo besimtarët vinë edhe të marrin lakmi. Tek e fundit, atë që po du me thonë, edhe në për të gjitha xhamijat në diasporë kam thonë, tash është koha të krijoni kuadrot tuaja. Për atë që keni ardhur në perëndim, në gurbet i keni kry, për një shtëpi, një 2 dhoma me një gjezenti, tash keni bo edhe pishine, bazene, makine, keni bletoke, pasonie në për banka. U krymja, keni kontribu për Kosovë, për Macedonie, Ilirije, për Shqipnije, mashallah, kontriboni hala. Por tash është koha e krijimit të kuadrove tuaja, o ju shqiptar në diasporë. Edhe nga këto po e shfrytëzoj momentin. Krijoni kuadrët e tuaja, shkolloni se cila xhami, sikur se cila teqe që po them ka, po juve po i drejtojmë tash diasporës, se cila xhami do ta krijon një fond për stipendimin, me dhënë bursa, drita, që është në pronësi të një miku tem, Zekiria Abdullahut. Shtëpia botuese drita në Gjilan, ma mërmenja ka botu ma shumë se kejt Bashkia Islame e Kosovës. Në Gjilan që ty. Dhe një personalisht, bajagi me vështërsi ekonomike, por është marrë me organizime, është marrë me botime, me përkthime, mbi 100 vepra, bajagi voluminoze dhe të rëndësishme. Sidomos viteve të fundit në tasavvuf, e une me që e një personin, një njeri cilin e da Allahu dhe Allahu sigurisht e date, e bën me një të mirë që t'ja shpjegoj shqiptarve shka vlla tasavvufi, shka është tarikati, shka është, siç po mundohem unë tani që ta shpjegoj mbi baza shkencore. Nejse, pra velajeti për cilin po flas, mos harroni, dallon prej hilafetit ose prej halifatit. Ku është dallimin mes këtyne? Përderisa halifën mund ta zgjedhin njerëzit, veliun e cakton veç Allahu i Madhreshëm. Veç ai. Pra, nga babat e evladi, nga imami te imami, me gjithë që bëhet qashtu, ata e konsiderojnë se kjo është frymëzim, inspirim, është ajo jo nubuve dhe risalet e pejgamberi, po është ajo silsile Muhammedije, ajo velajeti që ka kalu të Aliju, ajo frymë e Zotit që vazhdon, prezencë e Zotit, caktimi i Zotit, pra valiun e cakton Zotit, ndërsa halifën mund të zgjedhin njerëzit. Pas Alijut, velajeti shkoj të imamët e ata dhe kështu deri të formësimi i tarikateve sufiste. Prandaj, edhe shetet, edhe sufistet gjurmojnë zinxhirin drejt Imam Alijut ose të imamët tjerë, sidomos të Xhafer Sadiq edhe të Ali Rida. Këta dy janë shumë të njohur në shiizëm, pra mundohen që lidhjen shpirtnore, lidhjen e Zotit, ta çojnë te Aliju, nga Aliju, Fatimja, Muhamedi a.s. Allahu i Madhreshëm. Në shiizëm, pra,
që ta kuptoni dhe ta mbani men, meq nëse ka momente cilat ju ikin dhe nuk mundi me bën me enal videon, me shkrue dhe me kuptu e mirë, se e di që nuk është bash qaq e letë me u majt men. Në shiizëm, edhe njëre, ky velajeti lidhet me imamin, sepse imami është ai që zotëron fuqin dhe funksionet e velajetit, dhe roli i imamit në shiizëm është qëndror që i përngjet pik për pik rolit të shehit në sufizëm. Shiu kërkon ta gjej dhe ta takoj imamin që ta drejton ka Muhamedi e Muhamedi a.s. të Allahu, Sufio kështu e shehin e ti. Pra ideja e imamit si pol i gjithë universit dhe koncepti sufist i kutbit pol edhe ajo janë shumë identik. Sejit Hajdar Amolio thot se kutbi dhe imami, el kutbije dhe imamije janë dy shpreje me një domethënie të njëjtë. Kjo si tërsi e paraqet atë që në sufizëm quhet hakikatul Muhammedije, vërtetësia, realiteti ose shejtnia e Muhamedit a.s. Në burime shiite hasim gjithashtu se themeli i sufizmit nuk është gjë tjetër vetë se vilaje. Tash, bazat e shpirtit të islamit janë tek shiizmi dhe baza e shiizmit është tek sufizmi. Do me thonë, sufizmi nuk është gjë tjetër përveç se shiizmi dhe shiizmi i vërtet nuk është gjë tjetër përveç se sufizmi. Mirë po, pranohet gjithashtu se përgjatë historisë ka pas edhe pseudo-sufist, pseudo-shiit, të cilët e kanë deformua edhe këta. Pika e pest që i bën këta të përbashkët është ajo doktrina që e ndajnë me zvete dhe quhet drita Muhammedije, ose nurul Muhammedi. Kjo quhet në sufizëm silsile, siç quhet edhe në shiizëm. Shiitët besojnë se një dritë e çmoqme, e përhershme, që kalohet nga një profet në tjetrin, në fund vjetë e Muhamedi a.s. pra sikur velaja edhe kjo dritë, dhe kjo dritë pastaj kalon të imamët dhe është ndalën sipas shiitëve të Mehdil Muntadhir, që dritën e çon prej naltit, e rrezeton poshtë, sikur një projektor i dritës në përdarsma, ndërsa tek sufistët thonë se çajo dritë, nurul Muhammedi, te imamët, pastaj te shehlerët, dhe është nis prej Haxhi Bektash Veliut, një sufist që ik nga Horasani, në kohën kur tartarët e pushtojnë Persinë atëhershme, vjen në Anadol dhe fillon përhapjen e kësaj drite të çmoqme, nurul Muhammedi, në vendet e Anadolit, e pastaj ata janë tani edhe në Shqipëri Bektashit. Ka dallime substanciale në atë që shihet sot tek Bektashinjet dhe nga ajo që është pa te Haxhi Bektash Veliu. Përshkrimi i Haxhi Bektash Veliut me termet superiore, si një njeri takua, si një njeri që është frigu Zotit, i cili ka qenë prirur me spiritualizëm, e ka dasht pejgamberin, njetë e ka pas lartësimin e fjalës së Allahut, ndihmesën e njerëzve, muslimanëve në përgjithësi, dhe të muridave të tij, nuk guxojnë të mirën këto si ombrella për bektashizmin e sotshëm në për vende të ndryshme të botës. Nuk pa thëmë se është krejt për tokë, nuk pa thëmë se do të refuzohet, jo, si ju në naton, por pa thëmë se tarikatet e tanishme, evidente në botë, lirisht thuaj, a unë kam pa gjithë Afrikën veriore, në Iran, në Turqi, në Dubai, në Bosnje, tek ne, kam marrë pjesë shumë herë në për ato silsilet të dhikër, në për ato nejat e tyre,
edhe në Dubai, edhe në Sharjah, edhe në Abu Dhabi, edhe në Oman, sidomos, ka në Oman sufi shumë, edhe në Irak, edhe në Iran, I kam pa, një pjesë jo e vogël e këtyre janë karikaturat të tasavvufit. Nuk kanë lidhje me islamin. Këta e shpjegoj në pjesën që në kam beten. Një çështje tjetër, miq, që është e përbashkët është çështja e irfanit, apo mekamatul irfan. Në tasavvuf edhe në shiizëm ki mekamat, ki ahwale, mekamate. Irfani, gënosa, është pika superiore e aftësisë gnostike, epistemologjike, të njohjes së një imami, të një shehu, apo të një murshidi. Pra, qash fell I njohin gjanat, qatë shumë Allahu reflekton në ta, sa ata njohin edhe ato shka shihet, shohin edhe ato shka nuk shihet mas kodrës. Andaj mbështetja në këta njerëz, në sufizëm dhe shiizëm është e detyrueshme. Që shguzon ti një farë nurit të Allahit kështu, mos me I besu edhe mira në guj. Vlla, ti ullëzëm, ti shka me bohe, tek disa tarikate. Irfani ka stade, ka shkallë të ndryshme, me nalta është ajo që më rrinë ti gati që atjete vahdet I vëgjuti edhe te hululi. Si do që tjetë, një pik tjetër, dhe për përfutoj, ka hala, po shkoj 30 dishka minuta, shtrohet pyetja, si është krijuar marrëdhënia midis këtyre grupeve, tarikateve dhe shiizme. Shumë thjesht. Që të dy I referohen burimeve të para të hershme, të njëjtave. Sado që dyshohet në autenticitetin e Nehjul Belaga, sufistët dhe sidomos shiitët pranojnë se Nehjul Belaga është libër I Alijut, thënjet e Alijut. Pra, edhe këta Nehjul Belaga e kanë si një burim inspirues dhe mbështeten ato shka shkruhet, ma aty me gjithë që është shkrue 108 vjet mas Alijut. Një burim tjetër referencial të përbashkët e kanë këtë sahife e Sejdanie e imamit të 4 Zejnul Abedinit, si dhe Usulul Kafi e Kulejniut, që përmban aty thënjet kryesore, mos them të gjitha të këtyre imamve. Gjithsesi, me gjithë që fjallat tasavvuf e ka prejardhjen prej, nuk kontestohet, e ka prejardhjen prej suf, leshi, se sufistët e parë kanë vesh lesh. Tregohet një rast kur në atë librin e Atarit, të Dhkiratul Evlia, kur Sufjan Theveriu të hecë rrugës, po e takon Gjafer Sadiq, njëni prej 4 imamëve të parë, 5 imamëve të parë të shive, edhe kish vesh mandafsh. Edhe Theveriu I afrohet e I thët qyshja imam, Allahit kënaqt, qyshti me vesh kësi mandafsh, a nuk do të lesh, sufi, se je mutasawif, je sufi, je sufist. Gjafer Sadiq thët, hajde, e merr dorën, theshtën e qëtë nërë këtë pelerinën e mandafshit, kur e këshirë mrena ka lesh, dhe më thënë, tesha të leshit. Edhe Gjafer Sadiq I thët Sufjan Theveriut se këto brenda janë për Zotin, ndërsa këto jashtë shka po ishe janë për njerëzit. Si do që të jetë. Me gjithë që, meq, tarikatët, sufizme, I ka ato mangësit të cilat do t'je rendite në video në arshme, sufistët shumë herë kanë ditë që të udhëheqin lëvizje politike qiliruse ndaj okupatorëve të ndryshëm të muslimanëve përgjatë historisë 1500 vjeçare. Unë e kam shpjeguar në mënyrë të mirë në shkrimin tim, në studimin tim islami politik. Është I pari dhe I vetmi I bërë I tillë nga një shqiptar për islamin politik. Aty I kam radhit arsyet e përhapjes së imamit politik dhe kam përmend rolin e
tarikateve sufiste në organizimin e shoqërive muslimane ndaj kolonizatorëve francez dhe anglez, sidomos në këtë Afrikën veriore. Dhe për fund, megjithë që mendoj se sufizmi më shumë është sunnet se sa është shet, tarikatet tek ne, për sa i kam pa dhe dëgjuar, janë kryesisht sunnite. Kur dojnë me i akuzu, me i denigru, thonë janë alevi dhe shi. Jo. Me gjithë që kanë elemente të përbashkëta shumë me shetet, me shizmin, për shkak se burimin e kanë të njëjtë, për shkak se atë mërgja, atë referencen, alion e kanë të njëjtë, imamat i kanë të njëjtë, dofar rituale i kanë të njëjta, por tarikatet nuk janë shiite. E thonë apo nuk e thonë, edhe vetë udhëhecit e tarikateve, mendimi im është se tarikatet tek ne nuk janë shiite. As tarikati kaderi, as helveti, as rafi'i, as nakshibendi, as sadi, as shezeli, as sinani, as bektashi e as melami. Do këtë janë një 9-10-12. Përzirja me shiizëm nuk është pse ata dojnë apo na dojmë e nuk dojmë, por është për dy arsye dhe për e përfundoj temën. Burimin e kanë të njëjtë nga ku inspirohen dhe e dyta, spiritualizmin, atë gnosën, atë ezoterizmin, atë batininje të islamit e kanë për parim të tyre. Prandaj, unë mendoj se tarikatet do të përfshihen patjetër, bile mos të lejohen të shkojnë nga juridiksioni i Bashkisë Islame. Nëse ka ndonjë dështim klasik, dështim i turpshëm, i vëndshëm, nëse ka dishka, ndonjë dështim i rënd i Bashkisë Islame Kosovës, është lejimi apo paaftësia e tyre për të gjetur një rrugë, një mënyrë e barabart me të dyjat, që tarikatet në Kosovë të mos ndahen nga juridiksioni dhe nën pullazi i Bashkisë Islame. Përse po e them, këtë nuk dua ta shpjegoj, por një e di 100% se në të ardhmen mundet me qenë problem për shoqërinë, për proviniencën islame të shqiptarve në Kosovë. Dhe për fund, në videon e radhës me izën e Allahut, do t'i shpjegoj mangësit, marrët, çmendurit e tarikateve, jo vetëm këto, por në botë që kanë arrit aq keq me shkue aq larg, me e deformue të savufin e vërtet, atë frymën spirituale e cila e ka përcjell historinë islame që nga koha e sahabëve, tabainve dhe të tjerëve më pastaj. Sepse, them, e kanë deformu, e kanë degradu, sepse një numër i madh i ulemave islam përgjatë jetës së tyre, si sufist që kanë qenë, kanë dhënë kontribute të mëdha. Andaj, këto shka ndodhë më pastaj, që është koha e dekadencës, që do të shpjegoj në pjesën e 5 dhe të fundit, e kanë qitë në hije atë që ka qenë dikura të savvof apo sofizëm i vërtet. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.